Gjiknuri takim me banor të Shushicës, vot masive për Partinë Socialiste, bashkëvijojnë punët e nisura. Kandidati i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri zhvilloi pasditën e të njëjtës një takim me banor të Njësisë Administrative Shushicë në Bashkinë e Vlorës. Duke i falendëruar për pjesëmarrjen në këtë takim, Gjiknuri u shpreh se është rikthyer dhe ka gjetur mirënjohjen e banorëve, ndërsa pohoi se në Njësinë Administrative Shushicë do të vijojnë punët e nisura. Gjiknuri theksoi se komunikimi i tij me banorët do të vijojë të jetë drejt për drejt, gjithmonë në dobi të komunitetit. Gjiknuri u drejtua banorëve duke theksuar se ata që duan votën për Partinë Socialiste për të respektuar një njeri që ka bërë shumë për Vlorën dhe që ka një zë të fortë në parlament, drejtimi është pikërisht kandidatura e tij. Sipas Gjiknurit, Shushica ka nevojë për një zë të fortë që ta përfaqësojë si duhet, një njeri që e di si bëhet politika vendimarrëse, që ka treguar veten me punë konkrete. Ai pohoi se krahas investimeve që janë bërë, në këtë zonë do të vijë rruga e cila do ta lidh zonën direkt me autostradën në Vlorë. Kjo do të sjellë një zhvillim edhe më të madh për bujqësinë dhe më të mira materiale për komunitetin. Një vot për Damian Gjiknurin është një vot për një njeri të provuar që ka mbajtur angazhimet e mara. Kërkoj çdo vot të qytetarëve të Vlorës për të qenë i fortë. Me besimin tuaj, të mandat do të bëj dhe ato që më kanë mbetur përgjysmë. Partinë Socialiste dhe Damian Gjiknurin do ta keni në krah, tu në Njësinë Administrative Shushicë për problemet dhe të mirat e kësaj zone, e përfundoi fjalën e tij kandidati Gjiknuri. Tashmë jam kthyer dhe kam gjetur respektin dhe mirëkuptimin dhe mirënjohjen tuaj. Të kandidoj dhe ta mbuloj këtë zonë, ta mbuloj si deputet, të jem përfaqësuesi i njësisë tuaj me këta miq edhe shok të mirë që kemi ndërtuar punë së bashku për Partinë Socialiste, pse jo edhe për Damian Gjiknurin si kandidat i Partisë Socialiste. Realisht kemi bërë punë bashkë, komunikimi jon ka qenë drejt për drejt, një deputet përfaqësues që kam qenë në dobi të interesave të komunitetit. Ka listë të hapur, ka shumë zgjedhje, por mendoj që të gjithë ata që duan votën për Partinë Socialiste, për të respektuar një njeri që ka bërë shumë për Vlorën dhe që ka një zë të fortë në parlament, mendoj që drejtimi është kandidatura ime. Jam munduar me çka kam pas mundësi t'ju përgjigjem dhe do të vazhdoj t'ju përgjigjem. Për juve keni nevojë për një zë të fortë në parlament. Jo zë thjesht të ngrej zërin, po një njeri që e di si bëhet politika vendimarrëse, që e ka treguar veten në qeveri dhe di shumë mirë se si merren vendimet, nëse unë marr një mbështetje maksimale. Në njësinë tuaj ju më jepni një kredi morale. Jam në borxh moral për të bërë trefishin e asaj që duhet bëj. Nëse do të votoni Partinë Socialiste, që jam i bindur se ka bërë shumë për Vlorën, ju votoni edhe për rritjen e pensionit minimal, për rritjen e pagës mesatare, për rritjen e pagës minimale, përveç programit Partisë Socialiste dhe punëve të mira, siç dhe rruga e nisur që do të vi dhe në zonën tuaj dhe ju do të lidheni, do të dilni direkt në autostradën Fier-Vlorë, natyrisht do të sjellë një zhvillim edhe më të madh për bujqësinë dhe më të mira materiale për komunitetin tuaj. Një vot për Damian Gjiknurin është një vot për një përfaqësues me zë të fortë, një mik të provuar. Aty ku është pengesa, aty është dhe drejtimi ku duhet shkoj. Po në forcën ma jepni ju me votën tuaj. Damiani do çdo vot të qytetarëve të Vlorës për të qenë i fortë, për të qenë aty ku duhet. Unë si Damian Gjiknur, si përfaqësues i PS-s, kërkoj mbështetjen maksimale nga çdo qytetar vlonjat. Ju jap fjalën që unë po votojmë këtu për të mos ikur më. Nisëm projekte bashkë. Po këtë mandat 4 vjet do bëj dhe ato gjëra që më kanë mbetur përgjysmë dhe që ju më dhatë mbështetjen tuaj. Një vot aty për Partinë Socialiste numër 5, edhe për emrin tim Damian Gjiknuri, për t'ju përfaqësuar si Shushicë, si njësi administrative, Partinë Socialiste, qeverinë e Partisë Socialiste dhe Damian Gjiknurin do ta keni në krah për problemet, hallet dhe të mirat e kësaj zone. Banorët e Shushicës, duke shprehur mirënjohjen për punët e bëra nga Gjiknuri 4 vite më parë, garantuan se mbështetja e tyre ka vetëm një emër, Partia Socialiste dhe Damian Gjiknuri. Bini ret në Karaburun, fikshin drita në Lakaton. Ta shi fryti furtun në Karaburun, ka drita në Lakaton. Dhe këte e solli Partia Socialiste, e solli Edi Rama, e solli Damian Gjiknuri. Dhe unë në bëtirje, të mirësi që nga bëri Damian Gjiknuri që do mbat me emër, kja këtej me mirësi. Ju faleminderit dhe në një me të të gjithë votat të Partia Socialiste dhe Damian Gjiknuri.